Këngëtarja e njohur e Fidh dhe Dhes ka shqetësuar ndjekësit e saj në rrjetet sociale pas postimit të fundit që ka bërë ditën e sotme nga spitali. Ajo ka publikuar një foto ku shihet e shtrune në krevatin e spitalit, por pa dhënë asnjë shpjegim apo detaj mbi gjendjen e saj shëndetësore. Postimi është shoqëruar vetëm me një emoji të thjeshtë, duke lënë të kuptohet se diçka nuk ka qenë mirë me shëndetin e saj. Menjëherë pas publikimit, fansat kanë shpërthyer në komente dhe mesazhe mbështetjeje, duke i uruar shërim sa më të shpejt dhe duke i kërkuar të pregojë se çfarë ka ndodhur. Shumë prej tyre janë shprehur të shqetësuar për faktin që ajo nuk ka dhënë asnjë sqarim, ndërsa disa mendojnë se mund të jetë lodhje apo ndonjë komplikacion i lehtë pas koncerteve të fundit. Burime pranë artistes thonë se Efi Dhes është nën kujdesin e mjekëve dhe ndodhet në gjendje të qëndrueshme, megjithse ende nuk dihet arsyeja e saktë e shtrimit të saj në spital. Në foto, ajo duket e lodhur, por gjithashtu e qetë, duke dhënë shpresë se gjendja nuk është serioze. Ndërkohë, në rrjetet sociale po qarkullojnë shumë komente mbështetjeje nga kolegë të saj të muzikës dhe miq të afërt, të cilët i kanë dërguar mesazhe pozitive për t'u forcuar dhe për t'u rikthyer sa më shpejt në skenë. Fansat e saj besojnë se Efi Dhes do të kthehet më e fortë se kurrë dhe presin një reagim të drejtpërdrejtë prej saj në orët në vijim. Ky moment ka prekur shumë njerëz që e ndjekin dhe e admirojnë për energjinë e saj pozitive, duke treguar edhe një herë se sa shumë dashuri dhe respekt ka fituar Efi Dhes nga publiku shqiptar.